Kuksi do të luajë një tjetër finale të rëndësishme në kampionat. Ditën e diel në orën 14 do të luajë një transfert ndaj Erzenit, përballje e vlefshme për javën e dytë të kategorisë së parë. Pikërisht për këtë takim verilindohet ka nisur përgatitjet. Fation Tafaj, pas zyrtarizimit në krye të ekipit, tashmë nuk ka humbur kohë. Ai ka zbritur në fushë skuadrën dhe ka zhvilluar me lojtarët përgatitjet e para. Fation Tafaj ka nisur punën si trajner i skuadrës duke drejtuar seancën e parë stërvitore në prag të ndeshjes ndaj Erzenit. Trajneri i ri i skuadrës u prezantua para ekipit nga administratori i klubit Florian Biba, teksa në staf rikthehet edhe Albi Lika si trajner i portierëve. Ditën e vazhdim stafi do të plotësohet me ndihmës trajnerin dhe përgatitësin atletik. Tafaj, 42 vjeç, ka qenë pjesë e klubit të Kuksit në sezonin 2016-2017, kur verilindohet fitonin titullin kampion, si dhe në sezonin 2018-2019, kur Kuksi fitonte Kupën e Shqipërisë. Aso kohë Tafaj ishte ndihmës trajner në staf me Ernest Gjokën, teksa rikthehet në Kuk si trajner i skuadrës së parë. Pasi javës së 26, Kuksi ndodhet në pozitën e 10 në klasifikim dhe rrezikon qëndrimin në kategorinë e parë, me objektivin që padyshim është mbijetesa dhe më pas formimi i një ekipi të denjë për edicionin e ri.